Një automjet është përfshirë nga flakët në orët e parë të mëngjesit të sotëm në lagjen Shirok të Shkodrës. Sipas raportimeve mësohet se makina është në pronësi të shtetases Sabahete Vishnja, 50 vjeç. Autoritetet lokale mburitën në vendin e ngjarjes për të shuar flakët që kishin përfshirë automjetin. Shkak i zjarrit dyshohet të ketë qenë një shkëndijë elektrike baterisë së makinës, nga flakët nuk ka pasur të lënduar në njerëz, ndërkohë ekspertët po hetojnë për të zbuluar më shumë rreth kësaj ngjarje. Më shumë se 1 kilogram kokainë janë sekuestruar një shqiptar 27 vjeçar në Itali. Shtetasi me inicialet ML është vënë në pranga pas një hetimi të gjatë që kishte nisur nga shpenzimet e shumta që ai bënte, edhe pse ishte i papunë. Këtij fakti u shtuan edhe denoncimet që policia kishte marrë se në banesën ku jetonte shqiptari vinin njerëz të ndryshëm. Gjatë aksionit janë ndaluar edhe 2 përdorues droge italianë të moshave 33 dhe 53 vjeç, të cilëve në listën e provës materiale janë gjetur një sasi prej 10 gramësh. 27 vjeçari ML është dërguar në burgun e Marasit, duke u vënë në dispozicion të prokurorisë. Akuzat e trafikimit të lëndëve narkotike në sasi të mëdha kanë çuar në arrestimin e 6 shqiptarëve të moshës 20 deri në 30 vjeç. Arrestimi i tyre u bë i mundur fal aksionit nga policia e Clermont Ferrand pranë Lyonit. Gjatë operacionit janë sekuestruar 2140 kg heroinë dhe 70 gram kokainë. Sipas të dhënave të arrestuarit, prej të paktën një viti kishin ngritur një rrjet trafiku të shitjes së kokainës dhe kanabisit. Hetimet kishin nisur në 25 shtator të vitit 2013, kur policia kishte arrestuar një person të droguar dhe gjatë kontrollit në banesën e tij ishte gjetur lëndë narkotike kokainë. Vlera e rishitjes së heroinës, kokainës dhe kanabisit arrinte në vlerën e 115.000 eurove.